Ky ishte reagimi që ngriti në protest qytetarët shqiptar, ku në vend të një projekti të detajuar dhe konsultuar me banorët e zonës sipas legjislacionit në fuqi, Edi Rama zgjodhi rrethimin me gardh dhe klon, duke pamundsuar aksesin e qytetarëve në atë zonë. Por ky projekt duket se është një nga qindra projektet e ideuara nga kryeministri shqiptar që jugun e vendit do ta shndronte në një zonë të pamundur për t'u aksesuar nga shqiptarët. Lidhja e kontratës për përdorimin e plazhit është përkundrejt tarifës, është e përvitshme si gjithë subjektet e tjera, ke vetëm prioritet për të mos ardhur dikush nga mali dhe të vërë çadrat në plazh. Në librin Albanian File të Edi Ramës, ky vizion është parashikuar thuajse në të gjithë jugun. Një nga projektet më të mëdha ku prona publike pritet të përfundojnë në duart e privatit është ai që parashikon zhvillimin në zonën e Krorzit dhe Kakomes. Ky që shikoni në pamje është fotoja e këtij projekti që është parashikuar të ndërtohet në një prej zonave më të bukura të Bregdetit shqiptar. Projekti është i vitit 2017 dhe arkitektët e kanë pagëzuar me emrin Hillside ose Anë Kodrës dhe përfshin ndërtimin e vilave përgjatë gjithë Kodrës që të zbret në plazhin e paprekur të Krorzës. Një studio arkitekturore nga Firenze, e quajtur Luca Dini, ka zbardhur projektin e resortit turistik që do të ndërtohet në këtë gjë nga shoqëria Invest Society e Dajlan Avdias. Gjeri i Krorzës, një vend i njohur për bukurinë e tij natyrore dhe ujërat e pastra, po përballet me një ndryshim të thellë të peizazhit dhe identitetit. Plani përfshin ndërtimin e një kompleksi të madh vilash dhe apartamentesh, të cilat pritet të shndërrojnë këtë zonë të qetë dhe të virgjër në një tipologji tjetër. Leja për zhvillimin e këtij projekti është miratuar në mbledhjen e datës 20 nëntor 2024 në KKTU. Projekti ynë shkon përtej krijimit të një vendi turistik, duke ofruar një përvojë gjithëpërfshirëse që nxit rritjen personale dhe atë shpirtërore. Duke filluar me luksin dhe argëtimin, udhëtimi thellohet në një lidhje me natyrën, kulturën shqiptare dhe vetreflektimin përmes sportit, kulturës lokale dhe artit. Por ky nuk është i vetmi projekt. Po në këtë libër, një prej projekteve më të mëdha në Rivierën e Jugut është Life Marina, i cili parashikon që një vijë bregdetare prej 7 kilometrash do të jepet privatit për të investuar aty në resorte dhe kazino. Sipas projektuesve, kompleksi është një përzierje fshatrash bregdetare dhe marinash që pasqyron harmoninë midis dizajnit modern dhe bukurisë natyrore të detit. Plani master mbulon 7 kilometra vijë bregdetare jo lineare me gjire dalluese, të ndara në zona të ndryshme funksionale, duke përfshirë 2 marina të mëdha, një fshat, hotele, dyqane, kazino dhe diskoteka. Arkitektura rikrijon fshatrat bregdetar mesdetar me një atmosferë ekskluzive, duke i zhytur vizitorën në kulturën mesdetare, ndërkohë që nderon edhe traditën shqiptare. Atara Resort është një tjetër projekt që duket se ka marrë jetë nga libri i Edi Ramës, e bashkë me të edhe qindra mijëra metra katror të tjerë që fal këtyre projekteve do të privatizojnë edhe vijën bregdetare. Red Sol Resort në Dërmi, 10.000 metra katror ndërtim që sipas projektuesve nis në Kodër dhe përfundon në ujin e Bregdetit të Dërmiut. Një tjetër resort, po në Dërmi, parashikon ndërtimin e një sipërfaqe prej 12.000 metra shkatror në emrin e Dërmi Resort. Por jo vetëm kaq. Nëse do të shohim projektet e reklamuara nga studio arkitekturore, bie në sy që është projektuar ndërtim në çdo gjë, si në Himar, Borsh, Piqeras, Lukov, Llaman e tjerë. Teksa një pjesë e këtyre projekteve ka nisur të ndërtohen, shumë prej tyre ndodhen ende në letër. Të njëjtin fat si Jugu kanë edhe zonat e tjera bregdetare. Thuajse i gjithë Bregdeti ende i pashfrytzuar në Durrës është pjesë e zhvillimit me këtë libër. Për të ngjitur më sipër në Shëngjin e Lezhë deri në projektet qindra miliona euro në zonën e Vilipojës. Teksa Bregdeti është projektuar i gjithë me ndërtime, duket se betonizimit nuk i kanë shpëtuar as zonat liqenore, kundër më të prekurat është Pogradeci. Pas nartës, që cilësohet si shtëpia e flamingove, të njëjtin fat Edi Rama ja ka rezervuar edhe Pelikanit Kaçurrel. Me një projekt plan ndërtimi në Karavasta, arkitektët e kryeministrit veç ndërtimit të kullave kanë marrë përsipër edhe të ndryshojnë atë që ka krijuar natyra. Me një projekt me ndërtesa shumë katëshe që projektuesit e kanë cilësuar si një bashkëjetesë me natyrën, është parashikuar që lidhja e kënetës me detin të bëhet nëpërmjet kanaleve të nënveshme, që sipas tyre do të garantojnë furnizimin me ujë. Pra, në shërbim të qytetit që kërkohet ndërtohet, parashikohet edhe ndryshimi i ekosistemit që ka krijuar vetë natyra. Projekti i hartuar në vitin 24 është emërtuar Kings Coast,
dhe zhvilluesi i tij është New Invest. Edhe ky projekt, që do të ndërhynte thellësisht në ekosistem dhe zonë, është mbajtur gjithashtu i fshet, e aq më pak pa konsultime në zonë. Në një kohë që Edi Rama përpiqet të mohojë që të jetë kumbari, një tjetër detaj e lidh atë drejt për së drejti me vendimarrjen. Një pjesë e madhe e projekteve në këtë libër janë planifikuar në zonat të mbrojtura. Ato janë projektuar në një kohë që ligji e ndalonte, por pas këtyre projekteve, befas vjen edhe iniciativa ligjore e propozuar nga deputeti i Beratit Fadil Nasufi dhe ligji ndryshon dhe këtyre projekteve, edhe pse në zonat të mbrojtura me ligj, u hapet drita jeshile. Pra e thënë më thjesht, fillimisht u bën projektet dhe këto projekte kishin forcën sa të vinin në lëvizje të gjithë kuvendin e Shqipërisë për t'i hapur rrugë ndërtimeve në zonat e mbrojtura.